Ministria e Ekonomisë dhe Punës momentalisht nuk e konsideron të nevojshme që të ndërhyjnë me masa qeveritare për uljen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore. Ministria ka bërë analizat e paralajmëruara dhe sipas tyre, çmimet kanë shënuar ulje për 0.4%. Nisur nga këto rezultate, Ministria do të pret që ky trend të vazhdojë para se të vendosin që të ndërmarrin ndonjë masë. Tani për tani nuk shohim arsye që të ndërmarrim ndonjë kufizim të marzhës përfituese apo kufizim të çmimeve. E ndjekim situatën çdo ditë. Jemi në komunikim me përfaqësues të Inspektoratit Shtetror të Tregut dhe nëse ka nevojë do të reagojmë. Por në muajin dhjetor, çmimet në pjesën e ushqimit dhe pijeve janë ulur për 0.4%. Jam i bindur se ky trend do të vazhdojë. Ministri Besar Durmishi foli edhe për ligjin e ri për pirjen e duhanit, për çka tha se ligji vetëm është vendosur në regjistrin elektronik kombëtar të rregulloreve dhe për të do të ketë debat publik. Sa i përket zbatimit të ligjit, ai tha se inspektoratet kompetente momentalisht kanë mungesë të punësuarve, por se pret që gjendja të ndryshojë ka mesi i vitit. Por sa i përket kësaj, thash që do të ketë punësime të reja, domethënë faktikisht më falni ka punësime të cilët janë bërë vitin para prag dhe tani mo ata janë duke u trajnuar dhe duke u përgatitur. E dini që duhet më së paku një vjet të ketë përvojë punë trajnim që të merr licencën dhe të mundet që të jetë inspektor në terren. Tani për momentin, domethënë prej vitit para prag janë 40 për tyre, pavarësisht 40 është numri për tyre të cilët janë të punësuar dhe 2 punë ka mesi këtij viti do të marrin licencën për të qenë inspektor dhe do të mundet që të ushtrojnë detyrën e tyre. Projekt ligji për mbrojtje nga duhani parashikon ndalim të plotë të pirjes së duhanit në të gjitha hapësirat e mbyllura, përfshirë cigaret elektronike. Pirja e duhanit do të lejohet vetëm në hapësira të hapura, të përcaktuara rreptësisht, pa xhama, pa mbulesa dhe pa ndarje të improvizuara. Ndalimi përfshin institucionet shëndetësore, arsimore dhe shtetërore, vendet e punës, restorantet, kafenet dhe baret, transportin publik, përfshirë taksit, hapësirat e përbashkëta në ndërtesat e banimit, si dhe automjetet private nëse do të ndodhet një fëmijë.